Trafikimi i qenieve njerëzore vazhdon që të mbetet një fenomen i rrezikshëm për shoqërinë shqiptare. Në kuadër të muajit të antitrafikimit, organizata Gruajat e Gruaja në bashkëpunim me shkollën e mesme Osokuka realizua në Lulishtin para Bashkisë Shkodër performancën e quajtur Mos i shisni vajzat. Ky aktivitet u zhvillua në vazhdën e fushatës ndërgjithësuese gjatë muajit tetor. Organizata Gruajat e Gruaja në bashkëpunim me shkollën e mesme Osokuka kanë konceptuar sot një aktivitet me karakter sensibilizues në vazhdën e aktiviteteve që po ndërmerren në kuadër të muajit të antitrafikimit. Ata kanë menduar një formë sensibilizimi në rrugë për të sensibilizuar mbar opinionin publik në lidhje me fenomenet shoqërore dhe negative që na godasin çdo ditë. Dhe nxënësit e shkollës së mesme Osokuka shprehen disa mesazhe sensibilizuese. Mos i vrisni vajzat. Ne jemi jetë që japim jetë. Respekto atë që Zoti krijoi për ty, femrën. Burri nuk vritet me burra, jo me gra. Femra nuk mund të goditet as me një lule. Natyra është femër. Femër është ari, por ajo nuk shitet. Keni të drejtë të sillni një jetë dhe jo ta merrni atë. Femra është një diamant, çmoj atë. Jetoj jetën dhe lëri të tjerë ta jetojnë. Respektoj njeriu që të solli në jetë. Muaji tetorit njësi muaj kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe zhvillohen aktivitete të ndryshme sensibilizuese, duke qenë se është ende një fenomen shqetësues për shoqërinë shqiptare.